A duhet të ha më lëkurën e pulës? Mjeku jep përgjigjen përfundimtare. Është besuar se lëkura e pulës mund të rrisë nivelin e kolesterolit dhe presionin e gjakut, duke rritur riskun e problemeve të zemrës. Por studimet e kohëve të fundit kanë treguar se këto përfundime nuk janë të sakta dhe nevojiten gjithashtu që të hiqni lëkurën e pulës përpara se ta gatuani ose ta hani. Ekspertët e shëndetit nga Universiteti i Harvardit konfirmojnë se ngrënia e lëkurës së pulës, veçanërisht në moderim, nuk do të shkaktojë probleme shëndetësore. Plus, lëkura, që shumë njerëz kanë shmangur prej dekade, ka disa përfitime, të cilat mund të ndikojnë pozitivisht edhe nëse konsumohet me maturi. Gatimi i pulës në temperaturë të lartë mund ta bëjë ushqimin me më shumë yndyrë, por kur vjen puna te pula, lëkura e kësaj të fundit thith këtë të fundit dhe mund të bëjë që ushqimi të mos mbetet edhe me shumë yndyrë, po të jetë më i butë. Për më tepër, vlen të thuhet se lëkura e pulës ka edhe sasi të konsiderueshme të omegës-6 që hahet në sasi të madhe dhe mund të çojë gjithashtu edhe në probleme shëndetësore. Prandaj konsumi me moderim është më së i këshillueshëm në çdo rast.